Ata e vranë burrin tim, 31 vjeçaria shqiptare shpërthen pas ekzekutimit të bashkëshortit në Texas. Tiana Krasniqi, një 31 vjeçare me origjinë shqiptare, ka reaguar ashpër pas ekzekutimit të bashkëshortit të saj James Brodna nga autoritetet në Texas. Brodna, 37 vjeçar, u ekzekutua një ditë më parë në burgun shtetëror në Huntsville me injeksion vdekjeprurës pas ishte dënuar me vdekje për një vrasje të dy fish të ndodhur në vitin 2008, ku sipas prokurorisë u vranë 2 producent muzikor gjatë një grabitje. Sipas hetimeve, Brodnax dhe kushuriri i tij Demarius Cummings qelluan për vdekje Steven Swan dhe Matthew Butler në parkingun e studios së regjistrimit në Garland. Cummings u dënua me burgim përjetshëm, pa të drejtë lirimi me kusht. Vetë Brodnax në deklaratën e fundit kërkoi falje familjarëve të viktimave, ndërsa ekzekutimi u kryen pranë të afërmve të tyre. Gjatë procesit, Tiana Krasniqi u dëgjua duke thirrur të dua, ndërsa më pas reagoi në rrjetin TikTok duke thënë se bashkëshorti i saj ka vuajtur gjatë ekzekutimit. Ata vranë burrin tim, burri im vuajti aq keq nga injeksioni vdekjeprurës sa i doli gjak nga hunda dhe i dolën maviosi në qafë. Familjet qeshen ndërsa shikonin. A është kjo drejtësi? Shkruaj ajo. Sipas raportimeve, vetëm pak ditë para ekzekutimit, Brodnax ishte martuar me Krasniqin në një ceremoni brenda burgut Adhan Palunsky në Texas.